Me voton e tij pro, Parlamenti izraelit i dha miratimin paraprak një projekt ligji për të imponuar sovranitetin e shtetit hebre ndaj bregut të pushtuar perëndimor. Pavarësisht kundërshtimit të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu dhe partisë së tij Likud, ligjvënësit në Knesetin me 120 vende votuan për avancimin e legjislacionit të shumë diskutuar. Votimi, i cili erdhi një muaj pasi presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk do ta lejonte Izraelin që ta aneksojë bregun perëndimor, u mbajt gjatë një vizite të zëvendës presidentit të SBA-s J.D. Vance në Izrael për të mbështetur marrëveshjen e armëpushimit në Gaza. Likudi në një deklaratë të saj e cilësoi votimin një tjetër provokim nga ana e opozitës, e cila, siç tha, synon dëmtimin e marrëdhënieve tona me Shtetet e Bashkuara. Reagimi i SBA-s në fakt nuk vonoi. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e paralajmëroi Tel Avivin të mos tentojë aneksimin e këtij territori dhe bëri të qartë se hapat e ndërmarrë nga Kneseti, si dhe dhuna e kolonëve, por rrezikojnë seriozisht marrëveshjen e paqes për ripin e Gazës. Mendoj se presidenti Trump e ka bërë të qartë se kjo nuk është diçka që mund ta mbështetim tani për tani. Lëvizjet për aneksim përbën një kërcënim për marrëveshjen e paqes. Votimi i ligjvënësve izraelit erdhi vetëm një javë pasi Trumpi e ndërmjetësoi veto i dinj që synon të jap fund luftës 2 vjeçare izraelite në ripin e Gazës. Aneksimi i bregut perëndimor, sipas ekspertëve, do të fundoste përfundimisht çdo lloj shprese për një zgjidhje me 2 shtete të konfliktit të hershëm izraelito-palestinez.